Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e Shigjetarit. Shigjetar, nëntori do të jetë një muaj fantastik, një muaj plot adrenalin, një muaj plot pasion, një muaj plot zjarr dhe do ta ndjeni këtë energji nga data 4 nëntor, kur Marsi, planeti që lidhet me shpirtin ton luftarak, me mënyrën se si marrim vendime, iniciativa, po lidhet edhe me pasionin, me intimitetin, kalon në shenjën tuaj. Dhe fizikisht këtë do ta ndjeni menjëherë tek niveli i energjisë që keni në këtë kohë. Do të jeni shumë produktiv, do të jeni ndoshta me pak orë gjumë, me 4 orë gjumë mund të jeni në gjendje të mbaroni punë që nuk keni arritur të mbaroni në periudha të tjera kur keni qenë shumë herë më të relaksuar, po do të jetë një impakt mjaft pozitiv tek shigjetarët që mund të jenë në një fazë të vështirë, nëse keni kaluar shqetësime nga ana shëndetësore, apo një fazë depresive, apo keni situata të ndryshme, vështirësi të ndryshme që po kaloni. Kjo energjia e Marsit do t'ju jap atë shtysën që ju duhet. Do t'ju bëj menjëherë të ndjeni plot jetë, plot vitalitet, do t'ju bëj më të shkathët, do t'ju bëj që të lëvizni më shumë, do doni të merreni me palestër shumë në këtë kohë, me aktivitet fizik dhe do shikoni rezultatet më të mira që mund t'i keni parë. Pra nëse ti ke bërë palestër vazhdimisht në periudha të tjera dhe nuk i ke parë rezultatet, s'kan qenë shumë të dukshme, nga koha kur Marsi futet në shenjën tënde do shikosh rezultate fantastike, të jashtëzakonshme dhe fizikisht do kesh mundësi që të stërvitesh me orë më të gjata dhe pjesa e shërimit do të jetë më e shpejtë, të kthimi energjisë, forma, gjithçka. Është një javë shumë e mirë në çdo aspekt, për sa i përket dashurisë, flirte, romanca, ngacmime, një javë shumë e mirë për të udhëtuar, një javë shumë e mirë për të bërë diçka interesante, sepse do ndjeni që nuk rrini dot me një vend, të paduruar, vazhdimisht në lëvizje, vazhdimisht aktiv, vazhdimisht në humor. Ju duket sikur e gjithë bota është e juaja në këtë fazë shigjetar dhe doni ta jetoni jetën në maksimum, doni ta shijoni gjithçka, doni të jeni aktiv, doni të udhtoni, doni të krijoni njohje të reja, doni të keni një jetë sa më interesante dhe do ndjeni si personazhi kryesor në këtë kohë. Merkuri është në shenjën tuaj, po prapë edhe Marsi aty do t'ju bëj që të keni shumë energji, do t'ju bëj që të jeni mjaft të lumtur, mjaft të kënaqur. Energjia e diellit më tregon që ju do shkëlqeni, do rezatoni së jashtmi. Do jetë shumë e qartë kjo gjë, humori, energjia pozitive, do ndjehet tek energjia juaj, do ndjehet me të tjerët, njerëzit do të kenë atë tendencën për të mbledhur rreth jush, për të folur më shumë, për të shpenzuar më shumë kohë me ty, se sikur i karikon edhe të tjerët, kaq shumë energji do të kesh, edhe të tjerët mbushen me energji nga ty. Po mundet edhe të ndodh diçka, një sukses që disa shigjetar mund të arrijnë në këtë javë, një sukses që ka të bëjë me identitetin tënd si person. Mund të jetë një vlerësim, një certifikat, një diplomim, diçka që ti e merr ose nga puna, ose nga një kurs, nga një trajnim që ti ke bërë, ose njerëzit, dikush të vlerëson, dikush mund të thotë diçka pozitive për ty online. Diçka do të ndodh në një formë ku vëmendja është tek ty, syt janë tek ty, komplimentat janë tek ty, gjithçka, pra ti je ai dielli që shkëlqen edhe rrotullohet çdo gjë rreth teje në javën e parë. Java e dytë pastaj do të jetë një javë shumë produktive, po ashtu do të jeni vazhdimisht në lëvizje, ju shoh pak të nxituar në javën e dytë, shpejt për t'i mbaruar disa gjëra, shpejt për t'i finalizuar disa çështje. Okej, nëse e ndjeni këtë gjë dhe ndjeni atë pjesën e motivimit dhe doni gjithçka ta mbaroni, kjo është koha e duhur. Mund të ketë pak ngadalësime dhe irritim, frustracion që mund të ndodhë si pasojë e Merkurit që është i kthyer nga data 9 nëntor deri me datë 29, pra ti mund të jesh duke bërë aplikime online, duke bërë ndoshta edhe
duke dërguar email, duke pritur që të marrësh një përgjigje, dhe nga ana jote ti gjithçka po e bën në mënyrën e duhur, po e bën korrekte, po mban korrespondencën me të tjerët, po flet, por njerëzit e tjerë do t'i bëjnë gjërat më ngadalë, shigjetar. Dhe kjo mund t'ju acaroj disi, thoni pse nuk e kanë të gjithë të njëjtën etik pune që kam unë, pse nuk performojnë të gjithë siç performoj unë, pse nuk janë të gjithë kaq të shkathët se që jam unë. Mund ta keni pak të pjesën e irritimit në javën e dytë, por është mëse normale, se jo të gjithë e kanë siç e keni ju Marsin në shigjetar, plus Mërkuri i kthyer indikon persona të ndryshme në forma të ndryshme, veçanërisht nëse je në raporte pune, raporte shoqërore, ose ke shumë afër teje dikë që ka ascendenten ose shenjën e diellit në binjak. Binjakët e përjetojnë pak të vështirë në pjesën e Mërkurit të kthyer, dhe mundet keni disa gjëra të vogla, disa biseda të vogla, jo zënka madhore, po disa gjëra ku ti i kërkon llogari, bëj gjërat më shpejt, po pres pse po vjen me vonesë, po të pres këtu, apo do bëjmë këtë gjë, ti prap je me vonesë, më del nga fjala, gjërat kësaj natyre, sepse ritmin tuaj nuk e përballon dot askush gjatë këtij muaji. Kurse java e tretë është një javë festime, është një javë ku ju shoh të mbledhur me familjen, shikoj shumë dashuri, shikoj një javë ku do ndjeni mirë, do keni arsye për të festuar diçka, shigjetar, një sukses që do të arrini gjatë këtij muaji. Diçka për të cilën ju keni punuar nga ana juaj, keni bërë gjithçka çfarë ty të takon të bësh, çfarë ti ke në dorë, dhe ky është momenti yt për ta shijuar jetën, për të festuar këto gëzimet e vogla. Mund të jetë edhe një arritje goxha e rëndësishme për disa shigjetar, po ka të bëj me ty, me identitetin tënd si person, me arritjet e tua, dhe për këtë familja do të jetë shumë krenare, prandaj edhe do të ndodh një situatë e tillë që do të mblidhen, do të festojnë për ty. Mund të jetë një fazë në të cilën disa shigjetar mendojnë edhe për pjesën e mund të kenë edhe një dark familjare për të festuar, si njohje me prindrit, mund të jetë një fejes në familje, mund të jetë ose një rast tjetër që ka të bëjë me dy familje që mblidhen, që afrohen bashkë. Pra është një situatë shumë e bukur, një situatë shumë pozitive, do të ndodhë rreth hënës së re, që është me datë 20 nëntor, që është në energjinë e akrepit, dhe ka të bëjë me para, ka të bëjë me marrëdhëniet që ne kemi me persona të tjerë. Impakti tek ju do të jetë shumë i mirë, pra shikoj ose një çështje që ka të bëjë për çiftet me një gëzim që është i familjes, mund shkoni tek një gëzim i familjes së partnerit ose partneres tuaj. Aty do t'ja kaloni mjaft mirë, po edhe njerëzit do t'ju vlerësojnë shumë për këtë sukses të arritur në javën e parë. Do të vazhdoni të jeni në këtë energjinë tuaj optimiste, shumë lozonjar, do të këndoni, do të kërceni, do t'ja kaloni vërtet shumë bukur. Kjo është faza për shigjetarët ku gjërat po ndryshojnë, për mirë për ju, edhe ju e ndjeni këtë gjë dhe prandaj doni çdo moment ta shfrytëzoni në maksimum, sepse nuk e dini kur gjërat mund të ngadalësohen sërish. Për një fazë të caktuar shigjetar, keni qenë shumë pezull në shumë drejtime, gjërat kanë qenë të mbetura në vend numëror, jeni përpjekur nga ana juaj që ti vendosni situatat në lëvizje, nuk keni mundur dot. Kjo sepse nuk ka qenë diçka që ka qenë në dorën tuaj. Tani që e ndjeni që fati është kthyer, që gjërat po ecin mirë, kjo është koha për ta shfrytzuar në maksimum. Dhe sapo të dalim nga energjia më pas java, sidomos mbas datës 22 nëntor, kur futemi në energjinë e shigjetarit, fillon sezoni juaj, aty jeni fiks vetvetja, fiks në energjinë tuaj, plus kemi edhe me datë 29, kemi
sigurisht Mërkurin që kthehet drejt, dhe Afërdita, dhe me datë 30 në fund të muajit, Afërdita, planeti i dashurisë, planeti që lidhet me parat, me mirëqenien, futet në shigjetar. Kjo do t'ju bëj pastaj Marsi në shigjetar, Afërdita në shigjetar, do t'ju jap kaq shumë inspirim, do t'ju jap mundësi më të mira nga ana financiare, mund shikoni para më shumë, dhurata, një periudhë shumë e mirë për çështjet që kanë të bëjnë me punën, një periudhë shumë e mirë për çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, sepse edhe në njohje të reja njerëzit do jenë më të predispozuar për t'ju dhënë para, për t'ju bler dhurata, për t'ju përkëdhelur, për t'ju dhënë atë dashurinë edhe vëmendjen dhe përkushtimin që ju keni nevojë. Pra, çfarëdo faze, situate që mund të keni qenë pezull, ku asgjë s'ka ndodhur, asgjë e re s'ka ndodhur, asgjë s'ka ecur mirë, të zhdukur sikur ke mbetur në vend numro, në javën e fundit të nëntorit do të dalësh komplet nga kjo situatë, do të çlirohesh dhe e gjithë energjia është në favorin tënd shigjetar. Prandaj shfrytëzojeni maksimalisht. Shfrytëzojeni për çështje pune, shfrytëzojeni për çështje që kanë të bëjnë me vendime të mëdha për jetën tuaj, shfrytëzojeni për çështje që kanë të bëjnë me dashurinë, me romancën. Nëse jeni single, koha më e mirë për të krijuar një njohje të re është pikërisht në fund të muajit. Shijojeni pak fillimin e muajit, dilni, argëtoni, dhe njohjet që mund të krijoni në fillim të muajit është mirë që të zyrtarizohen. Kur them zyrtarizohen, ku e jepni fjalën njëri tjetrit, apo ti e kupton që po kalon nga një njohje e thjesht në një investim, në një impenjim më shumë, në një romancë. Kur mbas datës 30, pikërisht kur Afërdita është në shigjetar, ajo është koha më e mirë në mënyrë që t'jeni të bekuar nga planeti i dashurisë, dhe që kjo marrëdhënie të lulëzojë dhe të jetë një marrëdhënie shumë e bukur, shumë pozitive, dhe ashtu siç e dëshironi ju, t'ju sjell pikërisht atë jetëgjatësi apo atë aventurë, atë pasion që ju dëshironi. Dhe jo më kot nga orakulli i gjelbër, mesazhi për shigjetarët është sukses i madh për ju gjatë këtij muaji, sukses në çift, sukses në raport me të tjerët, sukses për çështje që kanë të bëjnë me anën ligjore, sukses në të gjitha drejtimet. Dhe si mesazh në mënyrë të drejtë për drejtë nga orakulli i gjelbër kemi peppermint, mente. Për shembull, kur konsumoni çajin e mentes, në momentin përpara se të konsumoni çajin, pra përpara se ta pini çajin, është mirë që t'i flasësh ujit, sepse uji mban kujtesën, mban memorje. Dhe thuaj, un kam sukses, unë arri gjithçka që dua, fati më buzëqesh, universi më favorizon, më mbron, gjithçka shkon shumë mirë për mua. Mund ta thuash si ta ndjesh ti vet, po diçka të tillë, sepse duke thënë tek çaji, sidomos kur është mente, i përshpejton gjërat dhe lidhet si energji, mentja lidhet me mbarsinë, lidhet me suksesin. Kjo të ndihmon, dhe pastaj konsumon çajin, dhe në këtë mënyrë uji tek çaji riprogramon në nivel qelizor të nënvetdijshmen tënde, dhe është shumë e thjeshtë kështu për të manifestuar suksesin dhe për të pasur pikërisht atë jetën e ëndrave që ti dëshiron. Okej, shigjetar, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin nëntor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në www.goldentruthtarot.com. Linkun e keni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.